Artista, përshëndetje, ja gëzuar njerë. Atere, në basi ju thash që kisha dhe një 240, i dhash një 400 me politrice, me këtë të voglën, 125, dhe tani po jap një mishe. Ja ku të njëse. Një mishe e thatë. Dhe si që kam thënë artista, gjithmonë përdor një kryqin. Sepse dhe tek letre himët, nëse përdor një drejt, ju le pastaj lloj budalliqesh. Përdor një kryqin. Sepse po t'japësh këshu, ose këshu ka harkë. Por ka që janë me dy harqe. Nëse ti jep kryqin, falni, këshu, ajo e merr harkun si do qoftë, dhe këshu e merr harkun si do qoftë. Kështu që, në po ja them si jetë e mira, pastaj ju jeni zgjuar vetëm me djetë. Mos e dini se po ja them për ta bërë keqe. Nuk më bie mendja, nuk më bie me mendja për punë, jam i lodhur me punë. Por më bëhet qefi se gjithë punoni mirë. Ja të mbaruan nëse. Ja artista, si që shikoni dhe këtë pjesën e brendshme e kemi bërë. Atere, ishte një goditje të vogël këtu, kemi dhe një 3 tapa. Ja, dhe këto lodrat shikoni që janë artista. Gjithashtë, nga ndiqni në gjue, nga ndiqni. Kemi arritur dhe tek fonda, t'i japim një 3 duar të mira. Makinën që të shikoni e kemi izoluar dhe aty kemi përgjithë në fondo, por për momentin e kemi bërprer aty, të mbaroj mirë këto që ishin më problem. Të gjitha të ju randiqni dhe shohim rezultatin.